Ju përpara ne pas që të shporëm të hordhi dhe të shonë Sali Beri. Ju Spari ju fanoj shumë për këtë pritje të paparashikuar. Natyrisht unë nuk mund të kaloja kurse si pa u nal në Borsh, pa u nal në këtë qendër të rëndësishme të njerëzve të punës, njerëzve adhetar, njerëzve të zot, të aft. Dhe kjo është e disata herë që vi këtu, kam ardhë si opozitar, si kryeministër dhe prap do vi. Shpreh mirënjohje për të gjithë mbështetjen e borshjotëve në dekada ndaj Partisë Demokratike. Dhe garantoj se problemet madhore me cilat përballi sot, si që është problemi i pronës, një problem shumë serioz, do t'jetë në krye të listë të përparësive tona për t'i dhënë përgjigje përfundimtare, për t'i dhënë përgjigje përfundimtare 4 vjeçarin që vjen. Ne do kthejmë pronën tek i Zoti, do kompensojmë pronën të Zotit me tokë ose me para. Krijuam, ne evaduam 54.000 dosje prone, kanë evaduar 800 dosje në 12 vite, kemi evaduar 54.000 dosje, dhe ju garantoj se po të vazhdojnë me ato ritme, ne jepim përgjigje përfundimtare, sepse krijuam një fond për 70.000 hektar tokë shtetërore në zona turistike, në të cilat ne do kompensonim pronarët dhe do rikthejmë ato që ishin. Miliona metër katror nga i fond, nga tokat e pronarëve janë marrë nga oligarkët, trafikantët e Edi Rams, të cilët i kanë shtri tentakulat e tyre nga Kepi Stills në Velipoj. Kudo. Në qoftë se u kujtohet ku erdhi në pushtet Edi Rama, filloi po vërtet. Ka dalë një gjon, tha, që s'ka pa ndonjëherë det me sy dhe ka marrë, nuk e mbaj mend, 20.000, 30.000 hektar tokë. Dhe unë tani po shifja. Jo, prisë, çfarë ishte? Po shifja. Avash gjë që ata ishin familja e Gjon Boçarit, e kishin tokën e tyre. Kështu që tani atë Gjoni nuk e përmend më se solli me qindra të tjerë, të cilët janë shtruar në pushtuesit më të këqij të tokave të bregut. Pushtuesit më të egër, më të pamëshirë. Kështu që 4 vjeçari që vjen, në mënyrë absolute do të çojë pronën tek i Zoti, do bëj ligjin dhe drejtësinë, dhe ky problem pas 4 vitesh nuk do të ekzistojë më. Si trashëgimi. Sikundër, bizneset e Borshit, e gjithë bregut, do të kenë një alat të vërtet në koalicionin e Shqipërisë madhështore. Tani, po ta shohësh Borshin ti, që parojnë, himarën, këto janë madhështi dhe madhështore. Po të dalish në pilur, ti thua se ke hyp, mbire dhe po shefdetin. Pra këto janë madhështi. Por problemi është tani ti bëjmë banorët
t'i ngrem në nivelin e kësaj madhështie. Dhe këtë do bëj programi ynë. Bizneset e borshit do të përgjysmohen taksat, biznesi i vogël. Tavanet e të vëshës dhe të atim fitimit nga 120.000 euro dhe 100.000 euro të dyja që janë sot, do shkojnë në 180.000 euro. Bashkit nuk do mund vendosit kur tarifa dhe taksa me shumë se 1% të xhiros. Energjia do ullet të 6 lek. Uj do përgjysmohet tarifa. Pra, do krijojmë një hapësirë të re për biznesin. Fermerëve do të subvencionojmë çdo njësi prodhimi, çdo fidan të mbjell dhe çdo bagti, kokë bagtie. Heqim çdo lloj kriteri tjetër, jo ka 5 lop, jo ka 10 lop, 1 lop po të ketë do subvencionohet. 3 ulli po të ketë do subvencionohet. Ne do subvencionojmë çdo fermer. Do rrisim subvencionet në nivelin e vendeve për rreth. Vendet për rreth subvencionin për fermerët e kanë 5 herë më të madh, 6 herë më të madh se ne. Edi Rama kur ndau buxhetin, la për fermerët 32 milion euro në 8 miliard. Në një kohë kur duhet linte minimumi 220-230 milion. Pra, merr fund kjo situatë. Infrastruktura e borshit do ketë përparësi të plot. Unë jam e njoh problemin, dhe ju them ju që do zgjidhet 100% me të gjithë problematikën. Unë ja u thash dhe Himar, ja u them dhe ju këtu. Unë nuk ndërtoja tunelin e Llogaras pa e dhënë përgjigje përfundimtare ujrave të zeza nga Semani te Kepi Stills. Pasi të ngrinim flamurin blu në ujrat e tona, në ujrat Adriatiku dhe Jonit, atëherë mund vazhdoj me tjera, sepse ajo është një kusht themelor, nuk është tuneli për të qenë në Europë. Kusht themelor për të qenë në Europë është mos derdhen ujrat e zeza aty ku lahen njerëzit. Ajo është po. Kusht themelor për të qenë në 24 orë, që të kenë vaditjen, të kenë kullimin, të kenë mbrojtjen e tokës, të kenë sukses të biznesit. Pra, këto janë kushtet për cilat ne qëndrojmë. Tani, ju lutem, keni një fushat tjetër. Qa ndodh me te? Fushata e ti, le ta quajmë fushata e batutës. Sa i ka një kulturë të reduktur, e tëra i vjen nga realizmi socialist, dhe përdor batuta nga ato filmat asaj kohe. Por problemi është këtu. Çfarë fshihet pas batutave të tij? Në gjomni miq. Edi Rama ngjasora me atë hajdutin që vjen dhe të bën me qesh ndërkohë ka fut dorën të ka marr kuletën. Absolutisht. Mos harroni se prapa çdo batute të tij fshihet një akt vjedhje. Ti vërtet buzëqesh kur ai thot se zhapit, hardhucat, këto ato me radhë, buzëqesh. Po ai nuk buzëqesh, ai fut dorën në xhep, ai vjedh dhe vetëm vjedh. Po nuk është batuta ajo që krijon vendet e punës. Jo, përkundazi, batuta përdoret për të mohuar, për të maskuar mungesën e vendeve të punës. Nuk është batuta që punëson të rit. Përkundazi, ajo përdoret për të maskuar largimin e trive nga Shqipëria. Nuk është batuta ajo që i ndihmon pensionistët, i ndihmon njerëzit në nevojë. Përkundazi, ajo përdoret për të fshehur gjendjen e mirë në cilën i ka vendosur. Ndaj dhe do të lutasha shumë qytetarëve të Borshit dhe të Bashkë Shqipërisë që kur dëgjojnë batutat e tij të kontrollojnë xhepat se diçka ju ka vjedh
në një mënyrë ose një tjetër. Pasi përpiqet me çdo kusht të shloj fushatën e tij në një parodi, të themi, në një parodi, pastaj bën viktimen, thot. Ke pa, thot, më shajnë kështu, më thonë u the për fëmijë, këto the ato. Po atëherë çfarë ti themi? 1 minutë, jo ti them. Atëherë zotëri, në qoftë se fton ti me ekran televiziv fëmijët, ose jo fëmijët, por në qoftë se bën thirrje, cili do, pa ma publik në ekran televiziv që shikoni videot e nutove të mia, atëherë njofto, në qoftë se s'don të akuzohesh, njofto televizionet vën pullë në kuqe. Kur del ti, thoni veni pullë në kuqe se unë kam të fjalor. Po, bravo, i përqafoj. Shumë. Kështu që kjo është ajo fushata e ti parodi, dhe që tani në gjori, se shumë interesante, s'kisha në gjuhë kur njeri. Tani thot, lavdi hajdut vetëmi. Kanë vjedh, jam krenar, bravo, ja, lavdi hajdut vetëmi. Me Sajmir Tahirin, me Krifsen, me Lubin, me Elion Velin, me gjitha, se këta janë bë një tabor. Këta janë bë një tabor. Këta janë bë një tabor, dhe tani, krenari. Po që të gjithë këta, mos zotë, ja u themun ju, këta kanë vjedh, sepse ai vjedh nga mjezindar. Ta dini një gjë, që po vodhi ministri, kur s'mund të vjedh pa e kap kryeministri. Kryeministri ka atë detyrë të mbikëqyr funksionim në qeverisë. Po ata kanë vjedh, sepse vjedh të ky. Shembull, djegësi Tiranës nuk ekziston. Nuk ekziston. Lubi Balluku, me ligj, me kontrat, ka patur detyrim dhe ka patur një drejtori për të mbikëqyr punimet e djegësit Tiranës. Për të raportuar çdo muaj situacionet e ndërtimit të tij. Asnjë raport, asnjë situacion, asnjë vit, as 3 vite, as 5 vite, as 6 vite. Pse? Sepse ajo e dinte që parat i mirte Xhagaj, i mirte Edi Rama, se dinte një film i vjetër indian. I mirte Borreci 2 metra i gjatë. Edhe ajo s'telte gojnë, ajo s'tonte nuk bënte raportet, dhe kështu që mas 6 viteve, aty nuk ka një tull, 130 milion euro taksa tuaja, atë janë zhdukur. Po kështu, 120 milion euro Beketi. Po kështu, 100 milion euro që kapi i Vilmanushit. Po kështu, a i thot se, a i përpiqet këto t'i kaloj me batuta, të smurt vdesin në spital për ilaçe, a i këput një batut, e kalon me një batut. E gjitha kjo është përpjekja një njeriu të marrë fund, që përpiqet të mbjetoj me çdo kusht me një propagandë vulgare. Me një propagandë vulgare në të cilën e vërteta është që i fyen shqiptarët. E vërteta është që me atë propagandë ai i fyen qytetarët shqiptarë. Se ai i merr ata sikur këta vërtet e hanë sapunin për djath, sikur këta do mund t'i mashtroj me ato që thot në një kohë kur ju ka përzën nga shtëpit, po thuaj se një në 2 familje gjysmën e familjes. I ka përzën jashtë, për varfri, për mungesë pune, për pasiguri e të tjerë. Ndaj dhe kjo fushat është vendimtare. Të ndahemi nga kjo e keqe. Unë e thash dhe një marë, askush më shumë se banorët e Bregut nuk kanë ditur t'i qëndrojnë fuqishëm të keqes. Dhe unë kam besim se Borshi unë kam besim se Borshi dhe gjithë Bregu
dhe gjithë Shqipëria me 11 maj do votojnë. Do votojnë për atë projekt, për atë projekt i cili paraqet një mundësi të re për çdo shqiptar. Paraqet një mundësi të re për çdo shqiptar, për çdo të ri që të kërkojë ëndër në Shqipëri, për çdo pensionist të jetojë me dignitet, për çdo fermer të ketë sukses në fermën e tij, për çdo biznes të zgjerojë biznesin e tij, pra për Shqipërinë në tërësi të ngrihet lartësinë e potencialeve të saj të një Shqipërie madhështore. Ju falenderoj dhe përshëndes përzemërsisht të gjithë banorët e Borshit dhe fshatrave përreth. Faleminderit shumë. Kemi ndjekur këtë takim të liderit të opozitës Sali Berisha me qytetarët në Borsh, ku ka parashtruar kështu edhe problematika të më të mëdha të kësaj zone dhe shprehur besim plot që në zgjedhjet e 11 majit do të ketë